Në radhë të parë ju uroj suksese dhe vazhdimësi të mbarë sepse personalisht më keni bërë shumë herë për lotën në atë platformën tuaj. Ku ke qarë më shumë? Dhe unë e qëtarë. Pikërisht e ky emigranti që thoni juve e kam ndjekur dhe ishte vërtet ajo që thua ti që fillon me një rrot, pastaj të përfshinte emocionalisht dhe është një ngjarje që e kemi përjetuar të gjithë. Nuk po zgjatëm shumë tek ajo, po kaloj direkt tek ndryshimi që shohim ndërmjet juve që le ta quajmë kanal i vogël me ato kanalet bombastike që gjithmonë hodhi bombë, plasi bombë. Edhe titull bombastik që kur futesh pastaj në brendësi nuk ka asnjë lloj lidhje tema me titullin. Më ka bërë përshtypje personazhet që juve ftoni, ndoshta pa njohur nga mediat e mëdha shqiptare, por që në vetvete janë heronj që përbëjnë tamam atë rrënjën e kombit. Ajo që më bën më shumë përshtypje është se vërtet tituj tuaj, përveç se mirësi, përcjellin atë vetari. Dhe sa mund tjetë, nuk e di tani do ju pyes në raportin profesional, kur një njeri del në një televizion publik shumë të madh, shan Kombin, shan Skënderbeun, shan Nën Terezën, çfarë ligji kanë ata gazetarë që intervistojnë, dhe po jo a them dhe me emër. Kur e dëgjon, domethënë që thot kur kujtoj Skënderbeun thot unë mbaj zi. Tani të dalësh të denigrosh figurën e heroit kombëtar në asnjë shtet të botës, të paktën unë nuk e kam. Juve si gazetarë në këtë raport, siç e shihni, dhe a ka ligj që këta njerëz duhet t'i ndalojë që t'ju ambylli një herë për gjithmonë gojën, sepse efektet negative po shkojnë të ndryshojnë komplet realitetin. Faleminderit. Faleminderit shumë që na ndiqni. Faleminderit vërtet, domethënë është kënaqësi. Kjo ka qenë dhe një merak i madh hyni në fillim kur e hapëm. A do vej zëri ynë tek ata që duam të drejtohemi. Dhe ky merak na doli. Ka njerëz që shajnë, ka njerëz që nuk shajnë. Ose secili bën zgjedhjen e vet. Edhe në jetë ne bëjmë zgjedhjet tona. Nëse duam të stresohemi, bëjmë zgjedhje të televizionit, që se duam të argëtojmë zgjedhjen këtë televizion, që duam të mësojmë zgjedhjen këtë gazetar, këtë televizion. Do të thënë gjithçka është personale. Ligjet për të dënuar ata që shajnë figurat kombëtare, për fat keq nuk ka. Edhe për flamurin, ka ndodhur ka pas probleme, për figurat kombëtare. Do thonë dhe kjo është e rëndë sepse ne duhet t'i mbrojmë figurat kombëtare. Ligjet për ata që shajnë në tavë nuk ka, ata quajnë pjesë atyre bombave në televizione. Ky është fati keq. Fati keq sepse jemi pak dhe nuk e meritojnë që kemi kaq shumë njerëz që shajnë Shqipërinë dhe shqiptarët, duket sikur janë thjesht, nuk e bëjnë vetëm për klikime, bëjnë edhe sepse ka arsye tjera. Ku ja qëndon?